Tasin e këshillon Sumrun që të mos qëndrojë ftohtë dhe largët me Nuhun pas gjithçkaje që ka ndodhur. Ai kujton se lidhjet familjare janë më të forta se çdo keq kuptim. Sumru i përgjigjet se pavarësisht gjithçkaje që ka përjetuar, nuk mbetet djali i saj dhe ajo nuk ka ndërmend ta largojë më, sidomos tani që më në fund janë bashkuar pas kaq shumë vitesh ndarjeje. Nuk ndjek Melekun dhe i kërkon të mos largohet me Xhianin, por Melek e vendosur i thot se nuk mund të kthehet më pas dhe i lutet të mos e ndalojë në vendimin e saj. I pushtuar nga dëshpërimi, Nuhu drejton armën nga vetja, duke e lënë të gjithë të shokuar. Të pranishmit të tmerruar i luten me ngulm të mos i bëjë keq vetes, ndërsa tensioni arrin kulmin. Xhanani e këshillon Bejaminin që të jenë në anën e Xhianit, duke theksuar se pavarësisht ndjenjave të tyre, ai është tashmë personi që ka në dorë gjithë pasurinë dhe fuqinë e familjes Shansalan. Ajo i shpjegon se është e rëndësishme të tregojnë të mençur dhe të ruajnë marrëdhënie të mira me të, për të siguruar stabilitetin e tyre. Në të njëjtën kohë, Xhanani i kërkon Bejaminit të afrohen edhe me Tasinin, pasi një lidhje e mirë me të mund t'ju sjellë përfitime dhe mbështetje në të ardhmen. Nu i lënduar dhe i mbi ngarkuar emocionalisht pas gjithçkaje që ka ndodhur, ndjen nevojën të largohet nga të gjithë. I mbytur nga dhimbja dhe mendimet e përzjera, ai kërkon të kalojë pak kohë me veten, për të qetësuar shpirtin dhe për të gjetur forcën e munguar për të përballuar situatën. Duke mos pasur asnjë zgjidhje tjetër, Melek merr në telefon Xhianin dhe me zë të dridhur i tregon se nuk mund të largohet me të. Ajo shpjegon se nuk mund ta braktisë vëllain e saj, Nuhun, në këtë moment të vështirë dhe se ai ka nevojë për të. Xhiani i prekur dhe i zgënjur e dëgjon në heshtje, por pa thënë asnjë fjalë, ja mbyll thirrjen, duke lënë Melekun të tronditur dhe të mbushur me dhimbje. Melek e shqetësuar që nuk po arrin të lidhet me Xhianin pas bisedës së fundit, i tregon Sumrus për gjendjen e tyre dhe për frikën që diçka mund të ketë ndryshuar mes tyre. Sumru e dëgjon me kujdes dhe e këshillon të ruajë qetësinë, duke i thënë se Tasin do të kujdeset për Nuhun dhe do ta dërgojë tek një specialist që ta ndihmojë të përballojë gjendjen e tij. Për ta lehtësuar Melekun, Sumru i premton se do të flasë vetë me Xhianin për të sqaruar gjithçka dhe për ta ndihmuar të qetësohet. Tasin i zemëruar dhe thellësisht i zgënjur fillon t'i flas ashpër Nuhut për veprimet e fundit të tij. Zëri i tij është i rënd dhe plot zgënjim, ndërsa i kujton se me sjelljen e tij ka tejkaluar çdo kufi. Një jetë e vendosur dhe e lodhur nga kundërshtimet, fillon t'i flas ashpër Esatit, duke i kërkuar që të pranojë martesën e tij me Esman. Në dhomën e tij, Esati gjen një foto të Ekos që Esma i kishte lënë më parë. Ai e sheh me kujdes dhe i thot Esmas se, pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur mes tyre, kjo foto e ka emocionuar thellë. Esma e lumtur që Esati po e pranon disi dhe po afron ndjenjat e saj. I kërkon me një buzëqeshje të ngrohtë që vizitën e ardhshme ta shoqërojë, duke ndjerë një lidhje më të fortë dhe një afërsi të re mes tyre. Duke përfituar nga situata, Hikmeti thot se Vilajt se ndihet e lumtur që ajo u nda nga Nuhu. Ai njeri mizor që kishte tentuar t'i bënte keq asaj dhe Harikës, por se Vilaj nuk e lë të qetë. Ajo i kujton se Nuhu i kishte treguar se Hikmeti ishte përgjegjëse për aksidentin e saj dhe të Melekut. Nuhu i kërkon Tasinit që ta ndëshkojë për veprimet e tij të fundit, duke shprehur zemërimin dhe zhgënjimin e tij. Tasini vendosur por i matur i vendos një kusht. Nuh nuk duhet të ndërmarrë asnjë veprim pa dijenin e tij. Ai shpjegon se çdo hap do jetë i kontrolluar për të shmangur pasoja të papritura. Policia shkon dhe arreston Nuhun dhe Hikmetin pasi secili kishte bërë një denoncim për tjetrin. Në pranga të dy shfaqen të vendosur dhe mohojnë çdo faj. Ata i thonë oficerëve se nuk kanë kryer asgjë të gabuar. Duke mos pasur asnjë zgjidhje tjetër, Xhihani shkon direkt tek vendi i punës së Melekut. I vendosur dhe pas një rezervë, i thot në sy se ka ardhur që ta marrë, që ajo të shkojë të jetojë me të. Fjalët e tij mbushin ajrin me tension dhe frikë, duke vendosur Melekun përballë një vendimi të papritur. Tasin i thot Sumrus se dëshirojnë që Nuhu t'i jepet një mësim dhe të qëndrojë për pak kohë në burg. Ai shpreh se kjo është e nevojshme për të kuptuar pasojat e veprimeve të tij dhe për të vendosur disiplinë. Esma rrëzohet nga shkallët dhe Xhanan e Bejamin menjëherë e fajsojnë Esatin për incidentin, por pasi përmendet Esma, ajo rrëfen se u pengua vetë dhe ra, duke hequr çdo dyshim dhe tension që kishte lindur për shkak të situatës.
Gjihan ka përgatitur një darkë të veçantë për Melekun dhe gjatë mbrëmjes i tregon një certifikat martese që kërkon vetëm firmën e saj. E prekur dhe e lumtur, Melek pranon të veprojë sipas dëshirave të Gjihanit, duke i dhënë fund kështu hezitimeve dhe duke hapur një kapitull të ri në jetën e tyre së bashku. Sumru e shqetësuar për vonesën e Melekut e telefonon atë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, por në anën tjetër të thirrjes përgjigjet Gjihani dhe i zbulon lajmin e gëzuar. Ata së shpejti do të organizojnë dasmën e tyre dhe të gjithë janë të ftuar. Tasin dhe Sumru të gëzuar për lajmin, i urojnë çiftit lumturi dhe i sigurojnë se do të jenë prezent në dasmë për të ndarë këtë moment të veçantë për ta. Esma tashmë e lodhur e Chelsin nga dritarja, duke bërë që ai të mos ketë mundësi të largohet. Veprimi i saj tregon vendosmëri dhe kontroll mbi situatën, duke e lënë Esatin të bllokuar dhe të detyruar të përballet me pasojat e veprimeve të tij. Nuh dhe Hikmet, tashmë të dënuar me burg për veprimet e tyre penale, ironizojnë njëri tjetrin në eshtje duke përpiqur të maskojnë frikën dhe zhgënjimin. Ata ndihen të vetmuar, pasi asnjë familjar nuk është pranë tyre për t'i mbështetur në këtë moment të vështirë. Gjani i lumtur sjell Melekun në familjen e tij. Disa nga të afërmit e përshëndesin me gëzim ardhjen e saj, ndërsa të tjerë nuk e pranojnë me lehtësi, veçanërisht Harika dhe Esati, të cilët e shohin situatën me rezerva dhe mosmiratim. Hikmet dhe Nuh bashkohen me të burgosurit e tjerë, por Hikmet përballet me përbuzje dhe kritika nga të burgosurat e tjera. Beamin njofton Gjihanin dhe Melekun se Hikmeti dhe Nuhu ndodhen në burg. Harika i kërkon Gjihanit që të paguajë një avokat për Hikmetin, por Gjihan refuzon ta ndihmojë. Lajmi trishton Melekun, e cila ndjen dhimbje dhe shqetësim për gjendjen e Nuhut. Kur Gjihan sheh që Melek është e mërzitur për situatën e Nuhut në burg, ai i sugjeron të shkojë dhe ta vizitojë, por Melek refuzon duke shpjeguar se dëshiron që vëllai i saj të marrë një mësim për veprimet e tij. Tasin shkon dhe bisedon me Hikmetin, duke i propozuar që të tërheqë ankesën ndaj Nuhut. Ai e kërcënon se, nëse nuk vepron sipas urdhrave të tij, do të mbetet në burg për gjithmonë. Kërcënimi i tij e detyron Hikmetin të përballet me një zgjedhje të vështirë, duke krijuar tension dhe frikë. Pa pasur rrugë tjetër, Hikmeti tërheq akuzën dhe të dy, si ajo dhe Nuhu, dalin nga burgu. Në dalje i pret Tasin, i cili fillon ta ironizojë Hikmetin, duke i thënë se familja Shansalan e ka braktisur dhe se nuk mund ta llogarisë me mbështetjen e tyre. Kur kthehet në shtëpi, Hikmeti gjen Melekun dhe me një ton të ashpër i kërkon të largohet nga ajo shtëpi. Duke dëgjuar këtë, Gjani i acaruar e përzeh Hikmetin menjëherë dhe urdhëron që ajo të mos kthehet me aty, duke vendosur qartë kufind dhe për ta mbrojtur Melekun. Nuhi, kthyer nga burgu, pyet me shqetësim se ku ndodhet Melek. Sumru dhe Tasin i shpjegojnë se Melek tashmë do të martohet dhe se ata janë bërë gati të shkojnë për të marrë pjesë në martesën e saj. Martesa e Gjihanit dhe Melek zhvillohet me pjesëmarrjen e familjarëve të tyre. Nuhi, i habitur dhe i acaruar, sheh se motra po martohet pa pëlqimin e tij dhe ndjen zemërim të madh. Megjithatë, Melek pranon të martohet dhe ata përfundimisht bëhen burrë dhe grua. I revoltuar dhe i trishtuar, Nuh largohet, duke lënë pas momentin e gëzueshëm të çiftit.